11 gusht. Na pret toka e thatë. Atëherë Jona ju lut Zotit, Perëndis të tij, nga barku i peshkut dhe tha: Në fatkeqësinë time i thira Zotit dhe ai mu përgjigj. Jona 2:2-3. Ja një fjalë për besimtarin që po përjeton përleshje, për besimtarin që është tërhequr pas, për ne që kemi rënë thellë për shkak të mosbindjes sonë. Theksi i librit të Jonas nuk është aq shumë mbi hallin që e zuri Jonan, sa është mbi sigurimin e Perëndis. Perëndia përdori veprime të jashtëzakonshme për ta shpëtuar Jonan nga mëkati dhe mosbindja e tij. Profeti e pranon se ishte Perëndia ai që e hodhi në një vend të thellë, në zemër të deteve. Jona 2:4. Po, marinarët e hodhën Jona në det, por Jona e dalloi se ajo që ndodhi ishte në dorën sovrane të Perëndis dhe se marinarët vepruan si instrumente të tij. Perëndia e kishte ndjekur dhe e kishte hedhur në mes të valeve të detit, që ai të vinte në një pikë ku të mund të thoshte: Në fatkeqësinë time i thira Zotit dhe ai mu përgjigj. Për më tepër, në barkun e peshkut të madh, profeti e ndjeu dhimbjen e ndarjes nga Perëndia. Dhimbjen e të qenët i dëbuar nga prania e tij. Jona 2:5. Për Jonan, tmerret fizike të qenët pothuajse i mbytur në oqean dhe të gëlltitjes nga peshku nuk krahasoheshin fare me të qenët përjetësisht i dëbuar nga ati i tij qellor. Jona e njihte dashurinë e Perëndis. Ai e dinte se çdo të thoshte të ishe në praninë e Perëndis. Ai ishte në gjendje për të kuptuar se çdo të thoshte të ishe i ndar nga Perëndia, edhe pse dhe këtu qëndron brapshtia e mëkatit. Ai vetë kishte zgjedhur të largohej nga Perëndia. Ç'fjalë me vend që është kjo për ne. Kur endemi larg Perëndis, është pikërisht ai që vjen dhe na gjen në stuhit dhe luginat tona, që i ndryshon rrethanat tona për të na tërhequr vëmendjen, që lejon të ndihemi të izoluar dhe të veçuar, vetëm e vetëm që të themi: nuk e kam vendin këtu. Nuk është kjo ajo që Perëndia dëshiron për mua. Nuk mund të dal dot nga ky hall që më ka zënë. Mirëpo, ai mund të më nxjerrë prej këtu. Sot mund të jesh duke u përballur me një ndjesi të thellë dështimi dhe keqardhjeje. Ke qenë duke u larguar. Nuk i e bindur zërit të qartë të Perëndis dhe je përpjekur të fshihesh. Mirëpo historia jote nuk ka pse të përfundojë këtu. Në hirin dhe mirësinë e tij, Perëndia është i vendosur që të shpëtojë dhe ta përfundoj punën që ka nisur në jetën tënde. Filipianëve 1:6. Në jetën e krishterë ka gjithmonë nevojë për pendim, mirëpo nuk ka kurrë arsye për t'u dëshpëruar. Kur Jona përfundoi në tokë të thatë, nuk ishte sepse ai e meritonte. Kjo ndodhi për shkak të hirit të Perëndis. Po kështu, është vetë Perëndia që vjen te ne, në mëkatin dhe mosbindjen tonë, për të na pastruar, për të na shpëtuar dhe për të na ripërtërirë në qëllimet e tij. A ke mundësi tani që ta shohësh tokën e thatë?